Në fshatin piktoresk të Linit, buz liçeni të Ohrit, vijon bashkëpunimin ndërkombëtar mes ekspertëve zviceran dhe arkeologëve shqiptar në një projekt kërkimesh arkeologjike që po sjellin zbulime mbreslënse për historinë e hershme të këtij vendbanimi. Ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri, Ruth Huber, ishte në Linë të premten ku vlerësoi punën disa vjeçare të ekspertëve të Universitetit të Bernës në bashkëpunim me arkeologët shqiptar. Për ne si ambasadë Zvicrës në Shqipëri është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi i ekspertëve të arkeologjisë nga Universiteti Bern me arkeologë të Shqipërisë, me një bashkëpunim që po zhvillohet tashmë prej disa vitesh. Kanë bërë shumë zbulime të rëndësishme për historinë e vjetër të liçenit të Ohrit në Pogradec. Jemi ende financues të fuqishëm për Shqipërinë, nuk ka reduktim specifik për agrokulturën. Një nga projektet më të mëdha që kemi mbështetur për 12 vite po përmbyllet tani, është një përfundim i planifikuar i projektit 12 vjeçar për punësimin e të rinjve, turizmin dhe agrokulturën. Siç e shihni, projekti jon ka qenë shumë i gjerë edhe në kohë dhe në mbështetjen e procesit të zhvillimit për kohë të gjatë. Nga ana tjetër, drejtuesi i projektit, arkeologu Adrian Anastasi, bëri të ditur se gërmimet janë ende në fazë aktive, me fokus sondazhe në tokë dhe në ujë. Jemi në mes të punës, të fazës së parë, jemi shumë të kënaqur për atë që po bëjmë. Do thënë strategjia e ndërhyrjes këtë vit ka qenë me një sondazh në tokë dhe me 2 sondazhe në ujë. Kemi në përfundim sondazhin e në ujë të parin, ndërkohë që jemi në përfundim edhe të sondazhit në tokë. Kemi gjetur material të bollshëm arkeologjik, qoftë në nivelin e qeramikës, qoftë të veglave të punës, të kockave, të gurit, janë marrë analizat për të kryer, si thuaç, studime më të thelluara në nivel kampionesh dhe jemi shumë të kënaqur se në nivel planimetrie, pra ato punë që kemi bërë në vitet e më përparshme, me këtë ndërhyrje që kemi mbas shpinës time që shikoni, ne arrim që të lidhim të gjithë këto planimetri dhe jemi pak a shumë në fazën kur tashti nëpërmjet metodologjive të avancuara siç është dendrokronologjia, të fillojmë dhe të krijojmë idetë e strukturave të banimit. Ndërkohë që përsa i përket kërkimeve në ujë, kemi identifikuar një gardh të madh druri, mbrojtës, i cili është një tregues i një faze themi tjetër brenda themi kronologjisë së 2000 viteve, pra nga 8000 deri në 4000 përpara kohës që jemi ne tashti. Ambasadori zvicerane u ndalë edhe te çështjet e aktualitetit, ku komentoi integrimin e Shqipërisë në BE, duke rikujtuar mbështetjen e Zvicrës për rrugëtimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Zvicra nuk është antare e BE-s, por shohim që integrimi i Shqipërisë në Europë është një prioritet i qartë i qeverisë shqiptare. Me programin ton për zhvillim, ne mbështesim integrimin në BE, shpresojmë që në fusha të ndryshme të kontribuojmë që Shqipëria të arrijë standardet e kërkuara dhe ato që duhen për integrimin në blok. Duam të forcojmë institucionet e ndryshme të shtetit shqiptar dhe shohim progres të shpejtë. Zbulimet arkeologjike në Linë po shkruajnë një faqe të re të historisë së lashtë në Ballkan, duke vendosur Shqipërinë në hartën ndërkombëtare të kërkimeve shkencore dhe trashëgimisë kulturore.